unë ju lej një minutazh për thirrjet tuaj, për mesazhin tuaj që keni për zgjedhësit. Atëherë pikëpari unë drejtohem të gjithë banorëve të Lezhës, por jo vetëm dhe të Kurbinit dhe të Mirditës, që me 11 maj të dalin dhe të marrin pjesë masivisht të zgjedhje. Pjesëmarrja është shumë e rëndësishme. Pjesëmarrja do të thotë që qytetarët që duan ndryshimin, duan alternativën, duan të votojnë për Partinë Demokratike. Nga ana tjetër i bëj thirrje edhe gjithë diasporës që akoma nuk kanë votuar, që nuk janë pak por janë shumë, të shkojnë pranë postave të DHL-s, të tërheqin zarfin dhe ta ridërgojnë përsëri po prapë me dorën e tyre dorëzimin e zarfit në postën e DHL-s, të votojnë Partinë Demokratike, të votojnë alternativën e Partisë Demokratike si zgjidhja vetme për të ardhmen e Lezhës, të ardhmen e Kurbinit, të ardhmen e Mirditës, por padyshim për një Shqipëri madhështore, sepse o sot o kurrë është domosdoshmëri që shqiptarët të bëhen bashkë brenda dhe jashtë kufive. Ne jemi shqiptarë, në venat tona kemi gjak shqiptari, kështu që padyshim do votojnë shqiptarët me dinjitet, nuk në përkëmbën, nuk do lejojnë shitblerjen e votës, nuk do të lejojnë të tallen me dinjitetin e tyre dhe jam e bindur që shqiptarët do të triumfojnë kudo ku ndodhen brenda dhe jashtë trojeve tona. Ndaj me 11 maj votoni Partinë Demokratike, votoni ndryshimin për të ardhmen tonë të fëmijëve tanë.